Në kuadër të vizitave me banor në përfshatra, kryetaria e komunës së Gjakovës së bashku me drejtare zyrtar komunal vizituan një ndër fermat më moderne në Kosovë, Brown Swiss, në fshatin Damian. Aty nga afër e para Gjakovës u njoftua me gjendjen dhe sfidat që po kalon kjo fermë. Vendosëm që të vijmë në një fermë, gjithsesi një ndër fermat më të mëdha në komunën e Gjakovës. Bashkë me pronarin zotin Adem kemi bisedu mbi problemet, vështirësitë me cilat ballafaqohet, me atë që faktikisht janë probleme dhe aktualitet në tërë territorin e Kosovës për farmerët. Ekziston një zhgënjim i cili vrehet, domethënë për situatën deri tashme që kryesisht lidhet me politikat nivelit qendror, duke filluar nga çmimi i qumshtit, nga skema e subvencioneve, gjithsesi skema e granteve, por mendoj që është një sektor që me të vërtetë në Kosovë prej fjaleve duhet kaluar vepra shumë seriozisht, për shkak se ardhmja jo vetëm e sektorit të bujqësisë, po edhe prodhimtarisë ushqimit në Kosovë varet, domethënë bazën e ka këtë sektor. Kusari Lila pohoi se problem tjetër janë tokat nën administrimin e AKP-s. Ka shumë mundësi që fermer si ky, domethënë ose kjo fermë të shfrytëzojnë këto hapësina të cilat sot domethënë nuk kanë një qartësi, do të ende nuk dihet statusi i mirëfillt në kuptimin e privatizimit ose përmbylljes atij procesi dhe duhet edhe një herë të apelojmë te qeveria që sa më shpejt të përmbyllet procesi i bordit, i vendimeve të AKP-s në mënyrë që të gjithë të kenë shansen të administrojnë me toka për arsye se kanë veprimtari e cila është shumë e nevojshme për komunën tonë. Adem Sufaj, pronari i fermës Brown Swiss, falenderoi për vizitën kryetaren e Gjakovës dhe një herë kërkoi që këtij sektori t'i kthehet vëmendja. Me këto kushte të janë për momentin, domethënë se është një vështirësi shumë e madhe, edhe për ngacmimi i qumshtit, edhe për ngarritja e gjërave ushqimore, sidomos e koncentratave të ndryshme e tjerë, po duke i kryer dhe gjitha obligimet në atë të cilët edhe paguajnë për shembull tokën me qerar nga Ereniku, që sa vite, kështu që kohën e të fundit janë të ardhur u ngushtu disa hapësira, por besojmë që në të ardhmen kemi një shpresë që do të bëhet më mirë. Ne do shohim mundësinë që si komunë, po ashtu edhe si lobues të drejt për drejt në Ministrinë e Bujqësisë, t'i mbajmë jo vetëm në funksion, por edhe të kontribuojmë në rritjen e kapaciteteve të këtyre fermave, pohoi kryetaria e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila.